محبة والهنا وطني أتذكر من آناء وما. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qobi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për gjitha begatit, dhe begatia e fundit ka qenë Ramazani, të cilin Allahu subhanahu wa taala na bëri obligim dhe ne ju përgjigjem obligimet e Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa herë që njeriu e ka një borxh dhe e kryen atë borxh, ndihet i lehtësuar pasi që e ka kryer borxhin. Dhe ne sigurisht se ndihemi të lumtur dhe të lehtësuar që kemi pas mundësinë të i përgjigjemi Allahu subhanahu wa taala në atë që na ka obliguar. Ramazani ka ndikimin e jetën e besimtarit dhe atë gjatë gjithë vitit. Kështu i ka bërë Allahu subhanahu wa taala ibadetet, adhurimet, që me qenë besimtarët të kujdesshëm para se me ardh koha e atij obligimi dhe pasi që të kalon ose pasi që të kryet obligimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me ardh muaji i Ramazanit, një muaj para ti agjeronte shumë. Në transmetimin e sakt nga Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjë muaj nuk agjeronte aq gjatë, ose asnjë muaj nuk agjeronte të plot përveç muajit të Ramazanit, kurse muajin përpara Ramazanit e agjeronte më së gjatë se sa muaj tjerë. Kur krye Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: Men sama Ramadan, kush agjeron muajin e Ramazanit, fetbahu bi sitta min ash-shawal, edhe e përcjell Ramazanin pasi që të kalon ai me 6 ditë Shevalit, i shkruhet atij sikur që e ka agjeruar tër vitin. Nëse shihet praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai agjeronte para se me hyrë në Ramazan një muaj shumë, dhe pasi që shkon të Ramazani, agjeronte të paktën 6 ditë. Dhe kjo është metoda me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përcjellte ibadetet. E njëjta gjë ndodh edhe me namazet. E njëjta gjë i ndodhte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me haxhin, e njëjta gjë edhe me zakatin. Në namaz, gjithmonë para se me hyrë në namaz, përjashton namazin e yacis, dhe gjithmonë pasi përfundon të namazi,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte një namaz tjetër vullnetar. Për shembull, namazi sabat i ka 2 rekate farz. Para se me hinë farz, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i falte 2 rekate tjera, sunnet, me përgadit për me hinë farz. Namazin e drekës falte 2 rekate sunnet ose 4, por me përgadit me hinë farzin e drekës, pasi që e falte farzin e drekës, i falte edhe 2, për me kaluar me përcjell namazin e drekës. Kështu ka ndarë transmetime edhe për namazin e ikindis, se i falte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 4 rekate përpara, ose thoshte Allahu ja ndriçoi fytyrën atij që i fal 4 rekate sunnet para namazit e ikindis. Në namazin e akşamit, pasi që e falte farzin, i falte përsëri 2 rekate për me përcjell farzin e akşamit dhe namazin e yatsis, gjithashtu pasi që e falte yatsin, i falte 2 rekate dhe namazin e vitrit masanena. Komentatorët e hadithit kanë thonë kjo është përgatitje për me hyrë farz. 1. Është respekt për kryerjen e obligimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. 2. Dhe dashuria për ibadetet që i kryjmë ndaj Allahut subhanahu wa taala. 3. Dhe kushdo që i fal namazet rregullisht dhe para namazeve dhe pas tyre fal sunete, farzën e ka të garantuar, e ka të siguruar. Kushdo që agjeron para se me hi Ramazani dhe e përcjell Ramazani pasi të kalon me 6 ditë, Ramazanin e ka të siguruar. Është e njohur te ehli suneti dhe xhamati se imani rritet edhe zvoglohet. Ndonjëherë njeriu është me besim më mirë, ndonjëherë është më dopt. Ndonjëherë ka bëu gabime, gjunohe, dhe gjunohet e paksojnë e ulin besimin. Ai i cili para farzeve i fal sunetet, edhe pas farzeve i fal sunetet, në momentet kur i bjen niveli i imanit, i lën sunetet pa fal. Ky farzin e ka trujtën. Ai i cili s'fal sunetet kur i fal vetëm farzet, në momentin që i dobësohet imani, çka ka me lënë? Përveç farzit. Për këto që nuk e ka farzin e sigurum, nuk e ka farzin e garantum. Nëse nuk e le krejt, e fal shpejt. Nëse nuk e fal shpejt, e vanon kohën. Nëse nuk e vanon kohën, i bën bashkimet e panevojshme në momentin që besimtarit i bie niveli i besimit. Dhe rënja e nivelit besimit bëhet për shkak të veprimeve të mëkateve, ai i cili i praktikon sunetet, i ikin ose i lëshon sunetet, por farzi mbetet i ruajtur. Ai që nuk i praktikon sunetet, në momentin kur i dobësohet imani, e adopton farzin ose e lën farzin krejt. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më ardh Ramazani agjeronte, kur vinte Ramazani e pa diskutueshme, pasi që kalon te Ramazani agjeronte edhe 6 ditë, edhe Ramazani mbetet i sigurt. Në momentin kur bie niveli i besimit, ka mundësi na me lënë ditët të cilat kanë qenë sunet të agjerimit, ama nuk ka mundësi me lënë ditët të cilat kanë qenë obligim. Çështja e parë pra është rrugja e ibadetit. Çështja e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai që pason Ramazanin me 6 ditë të Shevalit, i shkruhet te Allahu subhanahu wa taala sikur me pas agjeruar të në vitin. Për shkak se në hadithet e tjera të sakta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala një ditë agjerimi e llogarit 10, 30 ditë agjerimi i llogarit 300, edhe 6 ditë tjera të agjerimit i llogarit 360. 5 ditë të tjera janë të ndaluara me agjeru. Dita e Bajramit, të Ramazanit edhe 4 ditë të tjera të Bajramit të Kurbanit, dhe llogaritet ai që ka agjeruar Ramazanin, pastaj e përcjell ato me 6 ditë në muajin Sheval, në këtë muaj që jemi tash, pasi që ka kaluar Ramazani, llogaritet te Allah subhanahu wa taala sikur ka qenë agjerueshëm gjithë vitin. Dhe ata të cilët e kanë menin e biznisit, e kanë menin e fitimit, dëshirojnë me fitue te Allah subhanahu wa taala më shumë
se sa dëshirojnë me fituar në këtë dynjë. Ata të cilët janë pronor e njohin më së miri këtë çështje, të atyre të cilët kujdesen për punën e pronorit të tyre. Çka mendon njëri për juve? E ka një punëtor i cili e ka orarin e vet. Dhe 1 orë ose 2 para orarit vjen te puna i kryen disa shërbime vullnetare. 1 orë ose 2 mas i bitiset orari i punës, përsëri i kryen disa shërbime vullnetare. Kush është ai pronor që se do këtë punëtor? Kush është ai i cili e ka një punëtor i cili para orarit shërben me orë, edhe pas orarit shërben me orë, e në orar të shërbimit është i saktë? Kush nuk e don këta? Nuk ka kush që nuk e don. Kështu është çështja e atij i cili te Allahu subhanahu wa taala i kryen obligimet. Jo se i kryen obligimet, por para se me ardh obligimet i kryen disa veprime vullnetare. Pasi që të kalojnë obligimet, përsëri i kryen disa detyrime ose disa veprime vullnetare dhe te Allahu subhanahu wa taala është i saktë. Pastaj kjo tregon për respektin e atij i cili kryen ibadeten te Allahu subhanahu wa taala dhe dashurinë për kryerjen e ibadeteve. Shenja e munafikut është pritesa në ibadete. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Thot Allah subhanahu wa taala, ata të cilët janë munafiqin, mundohen me mashtruar Allah subhanahu wa taala. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Kur çuan me kry obligimet me zor, me nxisë e kryen obligimin. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, nuk e përmendin Allah subhanahu wa taala vetëm pak. Besimtarët nuk janë të tillë. Besimtarët nuk agjërojnë Ramazanin me zor. Jo, para Ramazanit agjërojnë vullnetarisht, edhe kur vjen Ramazani e kryjnë agjërimin, edhe masi të kalon përsëri agjërojnë vullnetarisht. Kjo është shenja e besimtarit. Nuk bëhet ibadeti me pretesë, por bëhet ibadeti me dashuri. Besimtarët janë mërzit që ka kaluar muaji Ramazanit. Janë mërzit. Aty ka pas lodhje, aty ka pas angazhim, aty ka pas mungesë gjume, aty ka pas të gjitha, por imani, besimi për madhëruar Allahu subhanahu wa taala ka qenë i madh dhe dëshira, falënderimi të gjitha për neve shkojnë për Allahu subhanahu wa taala, i cili i ka zgjedhur besimtarët se jo gjithë secili që dëshiron me agjëruar agjëron. Agjëron vetëm atë të cilin e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala me agjëru. Jo gjithë secili që dëshiron më falë dhe falet. Jo gjithë secili që thoshte i bashkangjitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i bashkangjitet. Allah subhanahu wa taala i pengon disa njerëz me krye vepra të mira. Për shkak të dyshimeve, për shkak të dyftërsisë, për shkak të defekteve të cilat i kanë në zemrat e tyre. Atëre tash është muaj Shawal. Muaji pasues i Ramazanit. 6 ditë prej këtij muaji është sunnet me agjëru. Këto dita kush don me agjërua, mundet me agjërua të gjitha të ngjitura. Kush dëshiron mundet me agjëru të ndara. Një ditë me agjërua, një ditë mos me agjëru. Kush dëshiron mundet me agjëru vetëm 2 ditë njoftë, me bot të eteve dhe të haneve, me i bashkangjitë dhe me sunetet e tjera, në cilën do mënyrë me rëndësi është mrena këtij muaji, mrena 29 ditëve pasi që ka kaluar dita e Bajramit, me agjëru edhe 6 ditë, të cilat te Allah subhanahu wa taala llogariten si 60 dhe shtoja 30 ditë të Ramazanit që llogaritet si një vit. Edhe me pas Ramazanin 29 ditë. Përsëri te Allah subhanahu wa taala llogariten 30. Për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Ramazani edhe Dhulhijja nuk paksohen te Allah subhanahu wa taala qofshin të sakta nga besimtarët, qofshin që ka ikë ndonjë ditë. Muaji Dhulhijja i ka 9 ditë para se marr kurbani, kush i shfrytëzon ato, edhe nëse i ka shfrytëzuar 8, një i ka ikë, te Allah subhanahu wa taala shpërblimin e ka të plot. Muaji Ramazanit edhe kur i ka 29, edhe kur i ka 30, sipas asaj që ka caktuar Allah, shpërblimi te Allah subhanahu wa taala llogaritet 30. Dhe kjo është mëshira e Allah subhanahu wa taala në momentin kur Allahu i pakson ditët, nuk e pakson shpërblimin. Në momentin kur Allah subhanahu wa taala pakson nivelin e angazhimit, nuk e pakson nivelin e pagesës, nuk e pakson nivelin e shpërblimit. Lutna Allah subhanahu wa taala që të na ketë pranuar agjërimin në muajin e Ramazanit, e të na lehtësoj me agjëru edhe këto 6 ditë të tjera, të cilat janë sunet i fortë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat e kompletojmë vitin me agjërim, dhe kushdo që e kompleton vitin me agjërim,
te Allah subhanahu wa taala ka arrit shpërblim të madh. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Në këshill të shkurt për disa ose për të gjithë besimtarët në çështjen e hutbes së xumos. Në hadithet e sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që pasi që të hyj imami në hutbe të folet. Dhe kurdo që flet me të tjerët e humb shpërblimin e hutbes. Namazi i xumos, ditën e xumë, është zavendësimi i namazit të drekës. Dhe sigur që e dini namazi i drekës i ka 4 rekate. Namazi i xumos i ka 2. Dietarët e sunetit thonë 2 rekate të tjera të drekës i plotson hutbja. 2 rekate të drekës i plotson hutbja dhe 2 rekate të tjera i plotson namazi i xumos dhe kompletohen 4 rekate namaz të drekës. Në kohën kur imami hyp në hutbe, njerëzit janë sikur me qenë namaz. A lejohet me fol namaz? Nuk lejohet. Gjithashtu nuk lejohet me fol kur imami ka hyp në hutbe derisa zbret prej saj. Nëse ka dikush ndaj nevojë me bën sqarim, duhet me bën sqarim me dur, me isharete, me lëvizje, kurse si me fol. Për shkak se në hadithet e sakta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kushdo që flet duke qenë imami në hutbe e hub shpërblimin e hutbes. Nuk ka e ka hub sikur me hub 2 rekate të drekës. Pra çështja është e rëndësishme. Në kohën kur imami hyp në hutbe, nuk lejohet njerëzit me fol në mes vete. Nëse ka ndonjë nevojë, ndonjë sqarim, mundet me kërkuar me isharete, me gjeste, me lëvizje, edhe nëse mbetet pa u sqaruar një çështje, nuk bëhet kiameti se janë minuta të shkurt, të cilat kalojnë edhe me pas një farë urgjense bukur të madhe. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah.